Ai është porta e Medinës së dijes së profetit. Sujutiu në librin e tij Tarihul Khulefa thot: Taberaniu, Bezariu, Tirmidhiu dhe Hakimi përcjellin se Xhabir ibn Abdullahu transmetojnë nga Imam Aliu se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Unë jam qyteti i diturisë, ndërsa Aliu është dera e tij. Es-Sejid Hasan Sekaf në verifikimet e bëra në librin e tij me titull Tanaqudat al-Albani al-Wadhihat thot: Ka ardhur hadithi sakt nga profeti paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: Unë jam qyteti i diturisë, Aliu është porta e tij. Këtë e ka saktësuar El-Hafidhu Ibn Muin, siç thuhet në Tarikhu Bagdad. E ka saktësuar Imam El-Hafidh Ibn Jarir At-Tabari në Tahdhibul Athar, Musnad Sayyiduna Ali. E kanë saktësuar edhe El-Hafidh El-Alai në librin An-Naqdu As-Sahih. El-Hafidh Ibn Hajar, El-Hafidh As-Suyutiu në El-Alayli El-Masnua, El-Hafidh As-Sakhawi në El-Maqasidul Hasana. Eruditi Ahmed Ibn As-Sadiq El-Maghribi ka shkruar një libër të posaçëm rreth saktësisë së hadithit të përmendur dhe e ka titulluar Fathul Maliki El-Ali bi Sihhat al-Hadithi Babu Medinati Ali. Hakimi përcjell me zinxhir transmetimi nga Sherik ibn Abdullah, i cili transmeton nga Ebi Ishaku se ka thënë: E kam pyetur Kathem ibn el-Abbas si e trashëgoi Aliu të dërguarin e Allahut e ju jo. Ai tha: Kjo sepse ai është i pari që e ndoqi atë dhe më i afërti nga ne. El-Hakim ka thënë: Ky hadith është me zinxhir transmetimit të saktë. Trashëgimtari i trashëgon me gjenez. Ka konsensus se Aliu e trashëgoi diturinë e profetit dhe jo të tjerët. Pastaj përcolli një hadith që tregon këtë saktësi dhe tha: Rreth saktësisë që ka përmendur El-Kadiu, na ka thënë Muhammed ibn Salih ibn Hani, na ka thënë Ahmed ibn Nasr, na ka thënë Amru ibn Talha El-Qannad, na ka thënë Isbat ibn Nasr, i cili ka transmetuar nga Semak ibn Harb, i cili ka transmetuar nga Ikrime, i cili ka transmetuar nga Ibn Abbas, Allahu qoftë i kënaqur me ata të dy, se kur profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të ishte gjallë, Imam Aliu thoshte: Allahu i madhëruar thot: Nëse ai vdes ose vritet, a mos do të ktheheni ju prapa? Betohem në Allahun, ne kurrë nuk do të kthehemi prapa pasi Allahu na ka udhëzuar. Betohem në Allahun, nëse vdes apo vritet, unë do të luftoj ashtu siç luftoi ai derisa të vdes. Vërtet, unë jam vllai i tij, zëvendësi i tij, djali i xhaxhait të tij, trashëguesi i dijes së tij, e kush është më parësor se unë te ai? Edh-Dhahabi e mbështet El-Hakim në këtë thënie, kështu që u sqarua se Aliu është porta e qytetit të dijes së profetit dhe trashëguesi i dijes së tij.